Gara për karrigen e drejtorit të përgjithshëm të policisë së shtetit të lënë bosh prej dorëheqjes së Ilir Prodës pas protestës së Partisë Demokratike, ku u sulmua Vila 31 në ish blok, do të jetë mes 16 drejtuesve me eksperiencë të gjatë brenda bluve, mes të cilëve edhe 2 gra, të cilët aspirojnë të drejtojnë një prej strukturave më komplekse të sigurisë në vend. Thirrja e hapur për 7 ditë me radhë shfaq interes me emra aktual drejtuesish në qarqe dhe pjesa tjetër që aktualisht shërbejnë në Akademinë e Sigurisë, me një karrierë të gjatë mbi supe në policinë e shtetit me poste të rëndësishme, nga drejtuesi i policisë së Tiranës deri tek policia kriminale. Tonin Vocaj shfaq ambicien e tij për të zvendësuar Ilir Prodën. Skënder Hita, së fundmi në krye të policisë së Fierit, një ndër emrat më të spikatur të policisë në vitet e fundit, përfshi edhe drejtimin e qarqeve Shkodër, Durrës apo Dibër, bëhet për herë të dytë pjesë e garës. Drejtues dhe ish drejtuesit e disa departamenteve në policinë e shtetit shfaqën interes po ashtu për gradën madhore, mes të cilëve dhe drejtori i policisë kriminale Neritan Albati, kreu i departamentit për marrëdhëniet ndërkombëtare Pullum Seferi, si dhe ish drejtori i kufirit dhe migracionit Sajmir Boshnjaku. Nga drejtimi aktual në përqarqe, pjesë e garës janë po ashtu edhe drejtorët e policisë së Vlorës, Durrësit dhe Shkodrës, përkatësisht Elidon Çela, Afrim Tafa dhe Gentian Berberi, të tre me karrierë të konsoliduar brenda bluve. Nga kufiri interes për kryepolicin shfaq edhe Arianita Rapi, prej disa vitesh shërbejnë në Akademinë e Sigurisë, por me poste të rëndësishme në polici, aspirojnë drejtimin e policisë. Bëhet fjalë për ish drejtorët e Tiranës dhe jo vetëm, Rebani Jaupi dhe Lorenz Panganika, përfshi edhe kandidaturën e Alfred Çepe, Idajet Faskaj dhe Gentian Shehaj, të vetmet gra Suela Sulkaj dhe Eriona Gurbardhi, të cilat nuk janë pjesë e policisë së shtetit, por janë në garë përballë 14 burrave dhe kërkojnë karrigen e kryepolicit. Pas publikimit zyrtar të kandidaturave, një komision prej 3 personash përbër nga zëvendës Ministria e Brendshme Silva Caka, sekretarja e përgjithshme e Ministrisë së Brendshme Kledi Angjela, si dhe kreu i AMP-s Eduard Mërkaj, do të vlerësojnë në një afat prej 10 ditësh pune të gjitha dosjet e kandidatëve. Pas kësaj, në një ditë të vetme, të gjithë kandidatët do të intervistohen dhe pikëzohen në një renditje nga më i miri deri tek më i dobti. Brenda 48 orësh, ministri i Brendshëm Besfort Llamallari do t'i përcjellë një emër Këshillit të Ministrave për emërim. Jo domosdoshmërisht, i renditur i parë bëhet drejtori i ri i policisë së shtetit. Ligji ka parashikuar mundësinë e emërimit të një tjetri, bazuar në vlerësimin e ministrit të Brendshëm.